Në qarkun e Elbasanit nuk ka ende asnjë rast të dyshuar me fruth, por kjo nuk do thotë se janë të imunizuar. Edhe në këtë qark, shqetësimi i mjekëve epidemiolog, ngritur me alarm që në vitin 2018-2019, ku për 2 vjet patin një shpërthim fruthi, është rënja e përqindjes së vaksinimit. Ne kemi vendosur që alarmin për fruth me kohë, sepse shikojmë një spostim të dozës bazë të fruthit nga ana e mjekëve dhe rekomanduar nga mjekët, po edhe një hezitim nga ana e prindërve. Ky hezitim më së shumti lidhet me të pavërtetën se kjo vaksinë mund të shkaktojë autizëm. Fruthi është smundje e cila jep komplikacione madhore, me shumë serioze për jetën e fëmijës, duhet patjetër që të vaksinohen në moshën dhe në kohën e duhur. Alat me mjekët duhet të ishin edhe institucionet e kujdesit të fëmijëve dhe ato arsimore, pasi e kanë me detyrim të mos pranojnë asnjë fëmijë të pavaksinuar. Në rastin e fruthit sipas ISHP-s, një person mund ta përhapë infeksionin tek 9 apo 10 persona të pavaksinuar rreth tij. Dhe nëse ky fëmijë nuk është i vaksinuar, nuk duhet të shkojë as në çerdhe, as në kopësht, as në shkollë. Në të gjithë vendin, sipas buletinit të 5 ditëve më parë nga ISHP, mbulesa vaksinale me dozë të parë ndaj fruthit në të gjithë vendin është 86%, ndërsa me dozë të dytë është 93%. Sipas ISHP-s, Tirana paraqit riskun më të lartë për një epidemi fruthi, për shkak të rritjes në 5 vitet e fundit të numrit të fëmijëve të pavaksinuar. Gjithashtu, risk të lartë paraqesin edhe durrësi dhe fieri.